Në Bruksel u zhvillua të martën konferenca e 8 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian me delegacionin shqiptar të drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp, komisionerja për zgjerimin e BE-s Marta Kos vlerësoi ecurinë e reformave në Shqipëri, duke theksuar se vendi ka bërë hapa të rëndësishme në procesin e integrimit evropian. Ajo nënvizoi gjithashtu mbështetjen për objektivin e Shqipërisë për mbylljen e negociatave deri në vitin 2027. Ky është një themel i fortë për të punuar mbi të, duke arritur këtë gur kilometri kyç, sot ne po vendosim me vetbesim edhe termat e rrugtimit përfundimtar drejt antarësimit në BE-s. Sot kemi vendosur objektivat e fundit. Shtetet anëtare kanë përcaktuar piketat mbyllëse për kapitujt më të rëndësishëm, për shtetin e së drejtës dhe të drejtat themelore, për sistemin e drejtësisë, antikorrupsionin dhe luftën kundër krimit të organizuar. Arritja sot me çel një fazë të re të bisedimeve të zgjerimit dhe bën të mundur për Shqipërinë të ecë përpara drejt mbylljes së kapitujve. Pra pa hapjen e sotëm, mbyllja e kapitujve nuk do të ishte as pak e mundur në të gjitha fushat e politikave. Nga ana e tij, kryeministri Edi Rama u shpreh se procesi i integrimit po shoqërohet me përgjegjësi të shtuar dhe reforma të vazhdueshme. Ai shtoi se procesi i integrimit po merr vëmendje të shtuar edhe në debatet evropiane, ndërsa theksoi rëndësinë e mosndarjes së vendeve kandidate nga ky proces. Në lidhje me çështjet e zgjerimit përfaqësues të institucioneve evropiane u shprehën se ideja ende nuk është diskutuar zyrtarisht nga të gjitha shtetet anëtare, por theksuan se zgjerimi mbetet një prioritet strategjik i Bashkimit Evropian.